Problem se mentalitetin unë ndoshta se kam, nuk e kam njëjtë sikur këtu. E pak që kjo po problem se nuk përputhem shumë gjëra. Jo, nuk jeni mbrapa. Nuk jeni fare mbrapa. Problemi është se po na thojnë neve jena mbrapa. Pak është ofenduese. Veshën e kena më thjesht, gjërat i kena më thjeshta, je më familjar, për ne jeta pak më ndryshe, pak më që na i thojnë pjesë urtër, kom në tokë. Mirë, faleminderit. Mirë shumë. Ka puna vini? Una? Ka puna vini? Nga Bruxelles. Ka Bruxelles. E ban ko gjatë mirë po jetoj. Po, faleminderit. Sa vite në Bruxelles, Shumë kohë. 50 e diçka vite. Po, baba, kur ka shku i ri. Sa herë pas ke dalë. Po. Çfarë vendi është Bruxelles mi jetu? Për mu shumë mirë, normal, se që atje kalu jetën, po, jo ma mirë se sa në Kosovë. Qështu? Jo, ma mirë se sa në Kosovë. Jo. Sa po thë, jo ma mirë. Jo, po Kosova është Kosovë. Vendlindja jomë, afa vendlindja e prindve tonë, e të gjitha, nuk ndrojmë kur gjo, edhe fëmini rritë me dashni për Kosovë, qështu. Sa mirë. Po. E keni dikon në Kosovë? Po, kem halo, dikon. Familja kryesorja më e madhja është atje, po, ka halo. Dikon, që sa të ka donë mundësi një vend i zhvillum që është Bruxelles ty atje? Problem se mentalitetin unë ndoshta se kam, nuk e kam njëjtë sikur këtu. E pak që kjo po problem se nuk përputhem shumë gjëra. Gjëra? S'përputem. Jo, nuk du me hi shumë fell, që është shumë anë. Problem është, mentaliteti nuk e njëjtë, jom rritë me një mentalitet tjetër, pak ma me mor jetën pak ma ndryshe, me respektu ndoshta gjinjen pak ma shumë, me pas një dashni pak ma e sinqert, qëto gjëra, qështu. E bore një krahasim, sa jem, do më të s'potem mbrapa, po si mentalitet, me veni ku jeton ti atje? Jo, nuk jeni mbrapa. Nuk jeni fare mbrapa. Problemi është se po na thojnë neve jena mbrapa atje. E kuptoj po. E na nuk jena mbrapa, na e kem një jetë normale. Për mu se një jetë normale si këto, si jashtë në Belgjikë, si në Amerikë, si në Kinë. Respekt o respekt, dashni o dashni, pa kur far kushte, pa kur far interesi. E që kjo është, nuk jem mbrapa asë atje. E kuptova se shumica ndërkombëtarëve ndihen keq nga këto që thonë ju keni mbet më ndryshe. Sa po merrni këto gjatë zemrës, sa pi bën më një keq ju. Po, pak është ofenduese. Se na për neve ndoshta nuk mirë me fol, po veshën e kena më thjesht, gjërat i kena më thjeshta, je më familjar, për ne jeta pak më ndryshe, pak më që na i thojnë pjesë urtër, kom në tokë. E këto është pak më ndryshe, po kuptoj se o kon lufta, jonë zhvillu, jonë shumë mirë, se raknaqëm kur vim këto. Po do se në s'kemi qef me na i marë fëmija, e kuptoni? Sa në s'kemi qef? Jonë do se, zdoj me hi shumë, Anina. Jo, kulturën, ja jepi kulturën kosovare, shqiptare, unë e fëmija mi kam qef me konë të manë si shqiptarë, mes mi hup traditat, mes mi hup ato. Këtu pak i kanë lonë, pak i kanë marë do se në tjere edhe që. A janë fëmija që rritën jashtë pak ma të zbeo për vendin tonë, qa me ndonë ti? Jo, kurse si pak ma të nëzejt, pak ma të dashtun për vendin. Më do këtë ma shumë jonë ma dashtun, nështë, jo, këto jonë shumë dashtun, se ata unë i respektoj shumë edhe i përgëzoj ata se po rinë këtu, se s'po dalin jashtë. Na kanë që familja jonë, në tonë, jonë konë kushtet që asisoj, se u du baba me dalë, ne? Po këto shumica po dalin s'po dinë se atjo ma keqë sa këto për shembull, se këto po knaqen, jetën, ma mirë më këthyt e gjithë këto, e me investu në Kosovë, me pas jetën në Kosovë, Kosova s'ka ma mirë kur ka, se sa këto. Nuk. Vendin tonë? Shumica thënë kthehen, po nuk po kthehen, po real kështu. Po, real është, me pas kushtet e atjehit, këto tonë kthehen. Po jonë haletosen, sidomos mjekësia është pak, që jo. Problemi me ima, mjekësia. Se tjerat janë shumë mirë, tonë janë nivel. Ne po knaqet kur po vjen këto jeta. Po ju pas që jeni i fuzioni jonë që ju na knaqni kur vini këtu. Pa ju nuk kemi edhe natë qallë kështu. Po për çeta edhe na vim, se edhe na knaqem kur të vim, e s'doj me lëshu Kosovën më, doj me preparu Kosova, më knaqen me Kosovë krejt. Adin mes milionona është ato fjalë se po thojnë, jo ata, jo këta, ja jashtë, ja jo, ne, po.
Kosova është e mirë. Zonë pak jashtë të ju thojnë. Nësë një embolizumë se kem qashtu mentalitetin se do të në i që se ma në shnavi me knaqëm edhe o krya i muhabet. Po mirë, shumë mirë. Po në treqja, kështë thonë gjithë njerët që na ndjekin, sidomos për diasporën, një mesazh, një këshill. Një këshill. Ju se jeni në Kosovë, më s'delni jashtë. Se jeni ma mirë, s'keni ku ma mirë, investoni në Kosovë, edukoni fëmijë në Kosovë, më si haroni tradita. E në atë jashtë, ti edukojmë fëmijën sa të munëm me traditat Kosovës edhe me dashni për Kosovë. Kisha shumë kënaqësi që bisedova me një krimtare. Të uroj ty më të mira shumë. Faleminderit. Shumë faleminderit që je pjesë. Faleminderit shumë.